që ka lënë gjurmë të thella në historinë e Shqipërisë, siç është liberalizimi i vizave, siç është rruga e kombit, siç është antarësimi NATO që i ka bërë kjo forcë politike, kjo forcë tregon dhe ka eksperiencën e dur dhe ditë vinë pushtet kur ka organizim. Çfarë i mungon sot? Pse është në tako Partia Demokratike një fjalë popullore? Pse është e fikur? Se nuk ka organizim, sepse punën që do ta bënte Flamuri po e bën Saliani. Punën që do ta bënë kryetarit e qarqeve po e bën Saliani. Po i merr bazën, po e kthen loj. Pra po i merr ato gurët të cilët i kanë marrë, këta i kanë hedhur në lumë dhe po i qëmton, po i zgjedh ato gurët dhe thotë me këta gurë ne mund ndërtojmë kalan e Partisë Demokratike. Mund ndërtojmë themelet, muret. Pra gurët, kush janë këto gurët? Janë baza, janë elementët. Janë ata të rinj. Shikoj ai djali, vetëm atë djalin do ta japësh edhe një sertin atij djalit të ish kryetarit Forumit Trinodi Bajramaj. Lëre partinë aty dorë, s'ka nevojë. Ja elementi. Deri sot këta element nuk janë spikatur. Kemi parë në aty brain gain, janë 3-4 kokra, hajde anës e porë dhe mes. Jam rëzotri, që nga aty nga tereni të lej, djali. Merë atë bëjë kryetar, ja pra që pas ka element. Pse Saliani nuk pret Almer të analizën që ka nisur Zoti Berisha, të bëhet pjesë e analizës edhe të jap kontributin e vet në raport me Saliani nuk është duke kërkuar asgjë aktualisht, nuk ka një pretendim politik real. Jo, po ka pretendim nga Berisha është jashtë institucioneve të Partisë Demokratike. Ai është në bazë. Takim strikt privat. Në parti sot po rri Klevis Balliu, Albana Vokshi dhe Flamuri po bëjnë një vrim në ujë. Edhe mbërrin Seli, bëj llogje kavaje dhe bëj çfarë duash aty brenda, rri brenda bëj. Si edhe si gjys kavajës vet, kujdes. E kam në pra mos e përdor. E kam po bën mos e përdor, po rrin brenda. Edhe nuk prodhojnë asgjë, pse kjo është për mbajtur godinën, për mbajtur peng, për të ruajtur godinën, jo. Partia është simboli i rritjes së elitave. Partia është simboli i hapjes dhe ku trokasin njerëz për të bërë këtë parti fituese. Nuk është partia një uzurpacion i brendshëm, i një godine që neve e mbajmë aty se na duhet i mos ta marrim. Sulmon Berisha këtë pra, nëse është kështu Almer. Unë ta kam thënë pra, unë e kam tezën. Këta djem nuk ma besojnë. Do dalin teza ime. Berisha po pret amerikanët. Në moment që Berisha merr sinjal nga amerikanët që Saliani është i besuar i tyre, Berisha do pranoj Saliani pasardhësin e vet. Berisha mund të linte pasardhës edhe njerëz të tij më të afërt, por kupton, Berisha përmendi edhe televizione kundërshtare, të paktën tek një deklaratë më përpara. Për media gjithmonë. Jo, televizione këta që promovojnë ide për demokratët thënë televizionet kundërshtare të Partisë Demokratike. Po, mirë, është një deklaratë politike. Dha nuancat e një, se duhet ta lexojmë siç lexohet, dha nuancat që pushteti do më thënë po jep oksigjen këtyre lëvizjeve. Intereson pushtetit kjo gjë, ta them unë po e drejtë është gjë thotë Berisha. Po, aktualisht kjo lëvizje, ky debat i brendshëm Partisë Demokratike na bëri ne që temën mos ta hapim me Belinda Ballukun, mos ta hapim me aferat korruptive të Belinda Ballukut, po ta hapim me Saliani, shumë e drejtë është. Por këtë e bën marsh, e bën himn Partia Demokratike, duke i marrë njerëz duke nxjerrë shesh para ministrisë. Ne s'do kishim këtë temë sot parë në emision, apo mediat e darkës, nuk do kishin Salianin, por do kishin Partia Demokratike mbledh 10.000 veta para ministrisë Belinda Ballukut. Partia Demokratike marshon dhe proteston para zyrës Ballukut. Po këtë lëvizje nuk ka bën. Këtë po thon Saliani, o zotri, ku jeni thot? Çfarë do bëni? Pse nuk lëvizni? Po këtë po thon këtë duke thonë zgjimi, kjo është zgjimi. Sepse këta njerëz sot, të gjithë e themi që Belinda ka vjedhur, për fundja fare nuk protestojmë. Qa tregojmë ne? Tregojmë o jemi në pazar me Belindën, këta, jo ne. O janë pazar me Belindën, ose këta presin që të shpëtojnë Belindën duke shpëtuar veten. Ore duke shpëtuar mbase ka një lojë të madhe, më 3 polç, PD, PS, Belinda, që neve do ta mbajmë të konjektura aktualisht, sepse rrezikojmë gjithë bashkë nga Spaku dhe nga të rinjt. Tu të parë duhet lexuar edhe kështu. Pra, aktualisht nëse Partia Demokratike nuk e merr narracionin politik, ta çojë te Belinda, normalisht do merrem me Salianin. Almer ka dhe një problem tjetër, se kanë shumica që janë aty në enturazh, po themi, të Sali Berishës, ka një hall tjetër shumë më të madh. Sepse duke me këtë lloj lëvizje, tashmë njerëzit nuk janë qorra, pa shikojnë se kush janë ata të cilët kacaviren për karrierë dhe për një post deputeti. Dhe kush janë njerëzit që bëjnë betejë? Kush janë njerëzit që realisht marrin vota dhe që kanë mbështetje? Ka një problem madh. Pra me këtë lëvizje duket që dha ata dalin në një farë kuptimi cullak. Pra e shikojnë që realisht janë 1-0. Po të them që një drejtues shumë i rëndësishëm i partisë,
ka qenë një ide shumë afër Tiranës për të mbledhur njerëz për foltorën, ku dijon çfarë quhen atë përpara kryeministrisë, dhe realisht kanë qenë 5 veta. Nuk u bë dot mbledhje e kryesisë dhe kanë shkuar në kafe. Ky është dështiru, zotë, ti je dorëzuar, je kapitulluar. Ka mbaruar kjo punë. Dhe ky është një problem i madh. Tani normalisht unë e kuptoj që gjithë këta kur shikojnë Saljanin që mbledh dhe mbush atë sallë, normalisht që këta e di shumë mirë ku janë, çfarë vete. Dhe normalisht do duhet dhe bëjnë ç'është e mundur që edhe nëse nuk e ka mundësinë të nxisin. Jo, përkundrazi Saljani Berisha që të mbajë atë qendrim. Dakor, po Saljani shkon për shtat. Ka dhe një tash Berisha ka çështje për pasardhësin, është vetëm kjo. Kjo është interesant. Po ka një ta shohim në har kohor, Lulzim Basha e mori partinë në 2013-ën, kur ishte ai për herë të parë kandidat për të bërë kryeministër, vetëm pas 8 vitesh. Dakor. Dhe Saljani këtë ka kapur këtë moment. Sot ai do donte të jetë kandidat për kryeministër me PD-n pas 8 vitesh. Denis, në normalitetin kohor të një lider. Po reflektohet edhe Berisha nuk e pranon këtë pas. Ka pranuar Saljani si pasardhës. Dakor, kjo është okay. Po jo, e kam dalim televizja. Narrativa po lexohet si përçarje. Më vjen tani nga burimi nga Partia Demokratike, më vjen një dokument zyrtar i Partisë Demokratike i firmosur nga Flamur Noka, që i është dërguar të gjithë degëve. Po, mund ta lexosh. Po nuk kam syze këtu. Thot mbi procesin e analizës së brendshme për zgjedhjet e 11 majit, udhëzoi të gjitha degët e Partisë Demokratike të nis procesin e analizës së brendshme lidhur me zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit 2025 në fokus objektive të mëposhme. Analizë rezultateve të çdo qendër votimi dhe krahasimi me historikun elektoral të Partisë Demokratike 2009-2025, duke evidentuar në mënyrë të plotë të gjitha rrethanat që kanë ndikuar pozitivisht ose negativisht në rezultat sipas çdo qendre votimi. Analizë e faktorëve të brendshëm organizativ në nivel seksioni, grupi seksioni, dege dhe kandidat për deputet që kanë ndikuar pozitivisht apo negativisht në rezultat. C. Analizë të nevojshme për përmirësimin e faktorëve të brendshëm organizativ në nivel seksioni, grup seksioni dhe dege, përgjithësi përkatëse, duke propozuar sugjerime për organet drejtuese të partisë lidhur me nevojën e përmirësimit të organizimit të brendshëm apo ndryshimeve në statutin e partisë. Ja këtë bëri Saljani. Po. Nxiti? Ja. Ti është sa po erdhi. Këta të dalin bëjnë analizë. Tani le ti themi gjëra. Almer. Tani ti mund bësh çfarë do lloj orientimi, ku di unë, çdo lloj drafti si do punojmë, por Saljani nuk thot këtë. Saljani thot që këtë analizë nuk mund ta bëj kjo kasa aktuale e drejtimit të Partisë Demokratike. Pra, Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim. Ti bëj sa duash analizën. Kjo Partia Demokratike, thot ai, është destinuar të humbë në çdo palë zgjedhje. Se analiza bëhet që zgjedhja e radhës ti të bësh pse të mbledh fjalën nga ende Këshilli Kombëtar. Po nuk ka edhe një pra, çdo ndryshimi duhet të vijë nga kasta e re e drejtimit të Partisë Demokratike. Nuk mund të vijë nga kjo kastë. Supozojmë që Flamur Noka do ta bëjë dhe unë nuk jam dakord me ashpërsinë që ka në raport me Flamurin, sepse Flamur Noka është, le të themi, ka mban linjën strikt linjën e Berishës. Pra nuk mund të bëhet fajtor Flamur Noka tani për humbjen e Partisë Demokratike. Thënë këtë, ka një test tjetër që duhet ta shpëtojmë doktorin nga Flamuri. Jo, nuk është kjo. Këto janë pastaj humor politik. Po ideja është kjo që nuk mundet që Berisha me Flamur Nokën me kastën e vet të bëjë analizën e zgjedhjeve. Dakor Denis, po kjo është edhe një herë. Analizën e dikush e bën, analizën kthesën e bën vetëm leadershipi i ri. Ke të drejtë. Kaq po thot Saljani, duhet leadershipi i ri. Në doni ta pranoni leadershipin e ri, shumë mirë, do vinë fitore. Nëse s'doni do shkojmë nga humbje tjetër. Kaq që thjesht. Kjo po domethënë, ajo që shikojmë në rrjetet sociale, tani e thot vetë Saljani apo ja ka mësuar dikush nuk e di këtë, po di që kjo është teza. Dakor, por ai mënyra se si Berisha po e projekton lëvizjen Saljani është si një përçarje e re që po futet. Po ta thash pra, është rreziku kryesor i Berishës është po i kërcënon pasardhësin në buri do. Dakor pra. Po si pasardhësi për Berishën është më i rëndësishëm se fati i tij politik. Berisha sot je shumë i qartë, jam dakord me tezën. Okej, dakord. Ideja është që nëse rezulton
që rikthen hijet e përçarjes Partisë Demokratike etj, rrezikon shpallet armik për Partinë Demokratike. Dhe kjo është risku i Salianit pastaj. Mund të rezultojë, është risku i Salianit, shpallet armik nga Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk e ka sfidë me Salianin, e ka me 2027-ën. Rast se humbet, atëherë ka fituar armiku. Kaq që thjesht është. Pra, nëse PD-ja humbet në 2027-ën, ka fituar teza e armikut Saliani. Humbi Berisha në 2025-ën, nuk fitoi Basha. Dakor, pra po. Domethënë, normalisht projekti dhe idetë e Bashës ishin ide. Saliani besoj në takimet e radhës, unë mendoj unë, nëse do vazhdojë të njëjtën, do t'i shtroj një pyetje demokratëve. Demokratët do të thotë, doni të fitojmë zgjedhjet apo doni të mbani Berishën në pushtet? Pyetja është okay. Apo e çan kjo Almer Partinë Demokratike, rrezikon përçarje? Kjo lëvizje e Salianit është e dura dhe po e shëndosh Partinë Demokratike. Për sa kohë Ervin Saliani nuk kërkon që të krijojë një fraksion. Fraksioni është legjitim brenda PD-s, sipas statutit, pra nuk kërkon të krijojë një parti të re, një sigël të re. Kjo vetëm e shëndosh Partinë Demokratike. Është shkund. Imagjinoni një trung i cili në një trung që është kalbur dhe nuk prodhon filiza, por në këtë moment ky trung ka lëshuar një filizë të re. Kështu imagjinoj Partinë Demokratike. Edhe kjo filiza po zhvillon. Jo, unë e imagjinoj edhe kështu. Një plag që sa ka filluar të shërohet, rihapet sërish nga një grup tjetër demokratash dhe PD-ja futet në të njëjtën spirale. Nëse ne do ta marrim. Jo, kjo është për të bërë, domethënë për atëherë, nëse ne do ta marrim do ta marrim në t'japi konotacion mjekësor, do të them ishte një trup i shtrirë që kishte nevojë për një mjek i cili duhet ta çante, edhe që nxirrte qelbin. Doktori Berisha tash. Pra po, ai doktori mbase ka harruar bisturinë, nuk e di. Por duhet të them këtë gjë që në momentin që ti Salianin e shef si antitrup, i cili një trup i smur kishte nevojë për ta larguar virusin e humbjes, hajde të marrim edhe këtë shembull, unë kështu e shoh, që kjo lëvizje i bën mirë Partisë Demokratike sepse i vuri në lëvizje flamurin që deri dje po priste që të vinte dikush që t'i jep ta shkunde dhe thoshte ej flamur bëj detyrën. Berisha po shikon si trup tuaj, ëh. Pse ndjekin Salianin demokratët? Ora kanë interesin e tyre. E demokratët do ndjekin çdo profet politik i cili i çon ata në destinacion. Në qoftë Saliani, në qoftë Luli, mos u merrni me emrin. Ata po kërkojnë dikë që t'i çojnë pushtet. Nuk po i çon Berisha, kërkojnë Saliani, do ndjekin Saliani. Nesër një më i fuqishëm atë do ndjekin. Demokratët janë me interesin e tyre, është legjitim. Nuk janë të lidhur ata se Saliani është hoxha, imami i tyre dhe këta janë një sekt fetar që po ndjekin. Jo, kërkojnë shpëtim zotëri. Ata ndihen të ligështuar shpirtërisht. Janë të stresuar, janë të irrituar dhe kërkojnë dikë i cili i nxjerr përtej. Pra i populli i cili e çan edhe më tej Partinë Demokratike. Jo çan pra, Partia Demokratike nuk ka shans. Nëse Saliani ka në mend të bëjë një forcë politike, do ta tregoj koha. Por aktualisht Saliani po i shërben Partisë Demokratike, po i shërben Sali Berishës. Po ja zgjon partinë. Nuk ka seksione, po ja çon flamurin të kërkoj seksione. Të kërkoj kryetar, nuk ka më sot. E qartë. Këtë ai po mobilizon partinë, po bën shumë mirë. Duhet ta bënte vet leadershipi. Të dilte Berisha të komunikonte vet. Po e bën Saliani shumë mirë, është një zgjidhje shumë e mirë. Përkundrazi, aktualisht ti e mund zoti Berisha, postet më të rëndësishme, ja jap këtyre çunave që kanë dalë më të votuarit. Salianit, Ali Mehmetit. Nuk pranon posta ato, nuk pranon. Ora është tjetër gjë, un po them çfarë ofroi Berisha, është tjetër gjë çfarë do Saliani. Do të ishin ofruar, do ta. Çfarë duhet bër, si që ta bësh partinë më konkurruese. Do të ishin ofruar. Saliani e ka ndarë mendjen që do të rivalizojë Berishën, është tjetër gjë. Por unë mendoj si shërben Partisë Demokratike. Ervin Saliani do të jetë numri 2. Jo, po ai nuk thotë. Ali Mehmeti do të jetë postin e kryetarit. Nuk thotë në pozicion tjetër. Tani nëse Ervin Saliani ka ndarë mendjen që do të marrë karrikën Berishës, kjo është një betejë shumë e vështirë për të. Koha do t'rregoj, ja del apo s'ja del. Por unë shoh që Saliani nuk e ka këtë ambicie momentalisht. Është duke i thirrur bazës, duke zgjuar bazën, duke i thënë, "Ej, shikoni se drejtimi që kemi aktualisht ambicia nuk vjen me një takim." Por ora do të tregoj vetë që ai vjen për krahën, duhet të tregoj vetë që ka për krahën bazë, ndryshe si mund të vijë ambicia. Denis, kalojmë pak te Balluku se ja arriti qëllimit kjo lëvizje që tash vendos vëmendjen tek situatën PD, ndërkohë që zhvillimet më të mëdha lidhen me gjykatën kushtetuese avokat edhe me le të themi ankimimin që ka bërë kryeministri Rama për pezullimin e zonjës Balluku nga GJK. Në të shpik të situatës jemi, pse nuk ka ende, le të themi pse u shty fillimisht, pse u shty ajo data ku do merren shqyrtim ky ankimim dhe çfarë po ndodh?
Është një situatë ad hoc faktikisht që ka ndodhur. Pra kolegji i anëtarëve gjykatës shtetësuese, të cilët janë ata që vendosin nëse mund ta quajmë në miniaturë një po themi një seancë paraprake që bëhet në këtë gjykatë për kalimin e çështjes në seancë plenare. Në rastin konkret nuk ka pasur unanimitet vendimi. Pra duhet të ketë një unanimitet vendimi që të kalojë apo të ketë unanimitet. Që të tre të jenë pro ose kundër. Domethënë njëri nga këta ka qenë kundër. Absolutisht. Dhe në këto kushte duhet të jetë këshilli gjyqtarëve më pas, pra mbledhet të gjithë gjykatës shtetësuese, të gjithë anëtarët, për të marrë vendimin që do kalojë apo jo çështja në diskutim në seancë plenare. Pra do të diskutohet themeli apo jo. Çfarë sinjali është ky avokat? Minimalisht është sinjal që gjykata shtetësuese është ndarë në këtë çështje, minimalisht. Minimalisht është një sinjal. Po. Më pas për të parë themelin e çështjes, është gjitha për të parë, unë i përkas po themi atij grupi juristësh që mendon që një antar i gjykatës shtetësuese nuk voton politikisht. Pavarësisht ndoshta edhe pse jo një përkatësie që të gjithë po themi e kanë, pra duam apo s'duam, e kanë gjithë një mendim politik, nuk ka lidhje fare. Pra që ku shkojnë votojnë. Mendoj që ata janë në nivelin e duhur, ose mirë themi janë, ose do duhet të ngrihen. Kanë integritetin. Në nivelin e peshës që ka ai institucion dhe po themi duke qenë antar i gjykatës shtetësuese. Pse është kaq i rëndësishëm avokat se edhe Rama çdo ditë po flet. Ne kemi diskutuar shumë herë këtë, besoj që edhe ju në emisionet tuaja. Ka një gjë. Ajo që gjithëve bërë përshtypje është kjo, si ka mundësi që vazhdon narrative e kryeministit çdo ditë hapet, po themi ai monologu që ai bën me Ballukun dhe me kërkesën që ka bërë në kushtetuese. Duket sikur dhe këtë e kam bërë. Kryeministri ka një hall i madh, një hall të madh. Po, kjo është se nuk ishte është një problem i madh për që shikoj unë. Pra, mund të kishte një qendrim për të thënë sepse e bëri këtë kërkesë ose pse pati këtë qendrim dhe kaq. Fakti që ngulmon çdo ditë unë shikoj deri diku pse jo dhe si një presion te ekzekutivit ndaj gjykatës shtetësuese. Unë kështu e lexoj dhe jo vetëm unë, besoj që shumë mund ta lexojnë në mënyrë të tillë. Ajo që është e rëndësishme është fakti që ka disa elemente, unë besoj që ju e keni shtelluar këtu, jo, ta diskutojmë sepse telegrafike, po ju them këtë. Konflikti nuk mund të jetë një konflikt kompetencash, sepse në një farë kuptimi unë besoj që absolutisht GKK-ja nuk i ka marrë asnjë lloj kompetencë kryeministit. Pezullimi nga detyra në kuptimin e funksionit publik nuk është kompetencë e kryeministit. Nuk e ka ai këtë tagër. Ai ka një tagër që propozon emërimin apo shkarkimin një antari të qeverisë, të ekzekutivit, i cili më pas merr pëlqimin e parlamentit dhe më pas drejtohet nga presidenti. Pezullim nuk ekziston. E gjithë narrativa që nuk mund pezullohet sepse cënohet parimi i ndarjes pushteteve, për mua absolutisht nuk qëndron. Çdo lloj mase që merret, dhe është e përcaktuar në Kodin e Procedurës Penale, është në funksion të hetimit. Duhet të shërbejë hetimit. Dhe këtë e përcakton në kërkesën që bën prokuroria dhe ai që e vulos dhe që po themi merr vendimin është GKK-ja, pra gjykata. Dhe në këtë kuptim, nëse realisht provat janë të tilla që zonja nderuar, e cila është atje si zëvendës kryeministre dhe si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, do duhet pezullohet, është sepse do duhet të jetë në funksion të hetimit. Nuk mund të lihet një person nëse ka vjedhë të vazhdojë të vjedhë. Nuk mund të lihet një person i cili ka probleme me provat që të vazhdojë të dëmtojë provat. Madje nëse doni, do duhet të jetë në këtë lloj mase dhe prandaj u bë dhe masa tjetër që askush nuk flet më, e cila për mua është më e rëndë se sa pezullim nga detyra. Do të ishte masa më e thjeshtë, nuk do të ishte fare problem. Që ndalimi për lëvizje lirisht e shtetit është një masë më e rëndë, sepse ka rrezik ikje, siç na iku një zëvendës kryeministri tjetër, pra ka në praktik kemi një rast, kemi një precedent. Dhe në rastin konkret për mendimin tim, GKK-ja ka qenë absolutisht me atë vendim që ka marrë, madje do thoja prokuroria në momentin e përfundimit të hetimeve për sa i përket akuzës për shkelje barazisë në tendera, ishte shumë e kujdesshme. Dha sinjalin dhe ja hodhi dorashkën kryeministrit. Që kjo ose ky person i cili tashmë është i pandehur, ka statusin e pandehurit, numri 2 i qeverisë, ose duhet të jap dorëheqjen, ose do duhet ta shkarkoni. Në momentin kur shikohet një mosveprim nga ekzekutivi, vazhdon prokuroria